Në momentin, që po thot muja dhe që është të pëtë me shku edhe vetëvendosja, në momentin kur ti e konstituan me të shtatin kuvendin, e zgjedh qeverin me qatë vota që i kitë me minoritetet jo serbe, atëhere ju në mënyrë automatike e keni shku të zgjedhjet jashtëzakonshme. Pse se s'ki qa me diskutu me lidhjen demokratike. Nëse lejon. Absolutisht sepse ai edhe ashtu ka thonë. Bili ai që e udhëheq lëvizjen vetëvendosje ka thonë, s'është përgjegjësi shumë e jamja kjo. Unë kam votat për qeveri, kretë partit, këta po kërkojnë në shtrim. Ndaj shumicës. Jo, s'është taj në shtrim. Pra, nuk po kërkojnë kompromis. Me gjithë prose. Nuk është teknikalitet zgjidhja presidentit. Për presidentin kompromis. I kushtetues. Pra, presidenti ka gati 30 kompetenca gjysmë ekzekutive bashkë me kryeministrin. Dhe është shef i shtetit. S'dia e dini në dispozit kushtetuese thotë. Presidenti është shef i shtetit, nuk është kryeministri. Njeri, por, në protokoll shtetëror, dhe para diplomacisë ndërkombëtare, dhe bashkisë ndërkombëtare është presidenti. Qysh kish mujt LDK-ja me përfitu nga kjo? Në qoftë se e kishim punu Vjosa Osmanin, që e ka pas kandidate, Abdullah Hutin, pra një kundërshtar të lëvizjes vetëvendosje. Nëse e njëm ponani për president, atëri bashkon krejt delegat, që kanë votu dje, vohan bashk. Por nëse veç ata kalkulojnë për veti, pse më javë dha votën këta? Zoti Smakiqi, kjo është keq kuptim. Nuk mundesh me bo opozitën se duhet me bo në kuvend president. Sistemet parlamentare kjo nuk shkan. Kjo mundet mu bo në sistemet gjysmë presidenciale dhe presidenciale. Sistemet parlamentare nuk shkan. Ja, nuk është fare specifike. Të na specifike, ja, po specifike. Po, kuptova,